Sepse studio ndërkohë të nderuar televizionistë është zbukuruar gjithashtu nga lulet që Esmeralda ka sjellë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në programin tonë të dashur. Shumë lule që na ke sjellë. Dhe unë të thoj të qëndrosh ja këtu në krah të luleve të tua. Që të na tregosh pak për dashurinë që ti ke për lulet, mënyrën se si ti punon me to, këto kompozimet kaq të bukura që ke sjellë. Nuk është dukur ndonjëherë studio jonë më e bukur se sot me kaq shumë lule. Faleminderit, mirë se u gjeta. Është kënaqësi për mua të vi ditën e parë të muajit, aq më tepër që është dhe muaji tetor. Është edhe muaji i ndërgjegjësimit. Muaj tetor sa ta nisi me lule muaj apo jo. Se kur themi kur flasim për lule apo çelën lule, gjithmonë i referohemi pranverës dhe na vjen ajo ndjesia e verës, por nuk është e thënë apo jo. Ka dhe shumë lule që ti na i ke sjell këtu dhe që janë karakteristike të stinës tani të vjeshtës. Po, për mua më duket sikur vërtet pranvera ka lule të bukura, por lulet që ka vjeshta dhe dimri janë akoma dhe më të bukura sepse nga që nuk ka shumë diell. Mbase nga ai kontrasti që krijohet nga ditët e vrentura, nga ajo gria e bukur në qiell, ku duken akoma dhe më bukur ngjyrat e luleve. Nga lelaja, nga roza, nga portokallia, kafja, e bardha, gjitha. Po, të gjitha kompozimet janë shumë të bukura. Asnjë ngjyrë që nuk mungon aty. Po, janë të gjitha ngjyra vjeshtë, të gjitha ngjyrat janë. Janë të vjeshtës edhe pothuajse edhe të dimrit. Po këto nuk janë të gjitha lulet, besoj që ti mund të sillje nëse do kishe mundësi apo jo Esmeralda. Brenda mundësive kjo ishte dhe unë doja të sillja ato që i përshtateshin më shumë edhe stinës. Se këto janë edhe qërin jeshile gjatë kohës se s'kan lule, por në këtë sezon edhe çelin. Do më thonë, janë lule që riçelin, nuk janë sezonale që nuk riçelin ma. Ja ti marrim me radhë. Nuk e di si është sonja me emrat, po unë kam nevojë që ti emërtoj pak. Unë orkidet çiklaminin, specat duken aty vetvetiu, këtë lulen me gjithë mishtore që e kam dhe në shtëpi gjithashtu. Kjo pastaj është lule kacavjerse, por është e butë. Nuk ka atë karakteristikën e lules kacavjerse të egër, që të ndëruar teleshikues shohim çdo ditë që varet në muret e shtëpive të vjetra apo në muret e institucioneve që e kanë kultivuar. Dhe është një tek familja e Acer palmatum, më duhet të them. Ja, njohë unë disa gjëra nga lulet. Pas ke qenë me gjithë informacione për lulet. Në shtëpinë time ankohen gjithmonë që unë e kam bërë një kopsht botanik. Madje nuk kam lënë as shkallë të pallatit pa lule. Ku ka më mirë duhet të të falenderojnë dhe komshinët kam përshtypjen. Po, janë mirë njohës. Pastaj lulet japin edhe kënaqësi shpërtërore, nuk është vetëm që ti mbajmë aty, duhet edhe të na. Ja, ti mund ta shpjegosh fare bukur këtë kompozimin që ke bërë? Cilat janë më të veçantat, Esmeralda? Po, shiko pak, ne zakonisht në një vazë mbjellim lulet që kanë duan të njëjtat kushte. Dhe këto janë lulet që duan të njëjtin ujë, të njëjtin ndriçim, edhe mund të rinë në një vazë kaq të vogël sa nuk zhvillohen shumë brenda vitit. Sonja po bën punët e ka. Ja, unë është vetë nuk kam çfarë bëra, tamam po punë të shtëpisë. Edhe ujë duan normalisht, nuk duan shumë, domethënë kanë të njëjtat kushte. Jo, ishte postova Kristi se ndërkohë që Esmeralda është duke mbajtur atë vazën në dorë, nuk dua që të ketë pesha të shtuara. Sepse zonja Esmeralda është në pritje të ëmbël të nderuar televizionistë. Dhe siç e tha vetë përpara se të vinim në studio, lulja më e bukur tha është bebia ime. Po. Që është vajza apo djalë? Është vajzë. Po, ta kesh me jetë, shumë bukur. Shumë faleminderit. Urime Esmeralda. Kështu që ti kompozimet po thoshte Kristi, po të pyeste për kompozimet? Për më të veçantat pak a shumë edhe nga ana teknike më saktë, cilat janë ato lule që kanë nevojë për ndriçim ekstra, ato që nuk kanë nevojë për shumë ndriçim apo për shumë ujë apo për pak ujë, si do të na i përshkruaje? Po tani, lulet kanë kushte të ndryshme, po ne zakonisht klientëve ju sugjerojmë të marrim sipas kushteve që ato kanë në shtëpi, ndriçimin, do ta mbajnë në balkon, do ta mbajnë në xhardin. Le ta nisim apartamentet, ato që janë me kushte ndoshta më të vështira për të rritur lulet krahasim me shtëpi. Nëse do i mbajnë jashtë, do ju sugjerojmë lule me lulëzim. Nëse do i mbajnë brenda, do i sugjerojmë lule që nuk kanë lulëzim, se lulet brenda nuk është se lulëzojnë, përveç orkideve dhe këtyre alankoeve, kurse trëndafili, sibidiumi, po, trëndafili egër ose ky sibidiumi. Sa bukur pas ka shpërthyer? Që është dhe kjo orkideja e egër këtu. A kjo është orkideja e egër, domethënë? Merre pak në duar Sonja atë. Jo, unë do ta marr në duar, po si të ndahem unë pastaj nga lulet. Këto janë lule që rinë edhe brenda, lulëzojnë edhe brenda. Nuk kanë aromë. Lulëzojnë edhe brenda. Lulëzojnë brenda ambienteve, pra nuk i mjafton, nuk duhet shumë dritë. Duhet të kenë një dritare afër, sigurisht, fare nuk mund të ideja është nuk duan dritë të fortë. Pra në verë kjo do ta ndjej veten keq si lule, besoj, kjo orkidea e egër. Jo, ajo çel, të paktën 6 muaj rrie çelur. Pastaj dikush që ka dëshirë të marrë lulet, të mbjelli, të kujdeset për to, çfarë duhet të ketë parasysh, se nuk është se thjesht e merr dhe e vendos diku apo jo, edhe e lë pastaj të rritet.
Të mbjellësh lule është një formë terapie, ndoshta Si të bën eksperienca Si të bën të ndihesh personalisht? Po, unë me kaq vite eksperiencë dhe që merre me lule mbi 20 vite, nuk e di, sado që jam e lodhur e mërzitur me ato ngarkesat e mia, prapë kur shkon aty, haron gjithçka edhe të vjen vet ajo fuqia, fillon edhe Cila është e preferuara jotja nga të gjitha këto lulet që kemi këtu? Unë me thënë të drejtën jam tek trëndafili. Te trëndafili. Jam tek këto gjërat e vogla kështu tek këto. Plastike. I dua ndryshe, jam lodhur me gjërat e mëdha, ndoshta. Je tek buket me origjinë japoneze, shikoj unë, pas ke këto kompozime të kopshteve japoneze. Jo, I kam shumë qejf të gjërat në miniaturë, sepse gjërat e mëdha jam ngopur, me thënë të drejtën. Se kam shumë vite që i shoh edhe jam lodhur, dua gjëra ndryshe. Megjithatë, u përpoqëm bashkë me punonjësit tanë të skenës që i falenderoj për shpejtësinë me cilën bën gati gjithçka bashkë me ty. Duke krijuar tamam një kopsht të vogël. Dhe shikoj këto kompozimet interesante që ke bërë, apo e nis edhe nga shikoj pak edhe këto kumbuj. Po i bëra sepse dhe muajin e tetorit që ka këtë. E qartë, dhe në fundin e muajit është Halloweeni. Javën e fundit të muajit do të jetë Halloweeni dhe kungulli me sa duhet është simbol i festës. Më pëlqen edhe ky kompozimi në miniaturë sepse edhe nuk prishet, rin gjatë. Se ne si individ kemi qef që gjërat të na rinë shumë gjatë. Nuk duam të na prishen, të ndrojmë, të marrim të tjera. Pastaj varet edhe mundësia ekonomike. Qenia njerëzore e ka këtë betejën në përjetësim. Duam ta kemi aty gjithë jetën. Po si e organizon tani këtë kompozimin e kungujve me kunguj të vegjël? I heqim nga vazoja, i fusim tek vazoja më e madhe, mbushim me dheun, mund t'i vëmë edhe pak atë bazën e myshkut natyral, sepse ruan dhe lagështirën dhe s'kemi nevojë t'i hedhim më shpesh. Është e sprutsuar me ndonjë lak ose ndonjë gjë që mund ta mbaj gjatë gjatësinë e nuk i jep. Tregoti Sonja mua se unë që kam kaluar nga shtëpia me oborr privat dhe prindërve në apartament, tani është pak më e vështirë për të kujdesur. Tani ke punë, Kristi, dhe me çfarë shohun ti pas ke gjonë qef këtë pjesën e luleve private do lule pa. Nuk e di, a do kesh kohë ti tani? Do përpiqem. Sporti, DJ, këtu me mua në mëngjes 4 orë gjysmë pesor, nuk e di tani unë të ardhi gjithë kohë. Është shumë e vështirë të shkëputesh nga bota bimore kur vjen nga shtëpitë private, mësuar që i ke rreth e përqarë shtëpisë. Lulet janë njësoj. Lulet dhe drut fëzor. Është terapi. Është terapi dhe duhet shumë shërbim. Kështu që nuk është thjesht ai qefi që ti merr një lule dhe një vazo me ngjyra të bukur dhe vendos në shtëpi. Kur e gjen pas një jave që duhet kujdesur, ndrohen stin, duhet pluguar pak ai dheun sipërfaqe. Lulet zakonisht flasin, e tregojnë kur duan ujë, e tregojnë kur janë mirë, e tregojnë kur duan dritë. Sa bukur ishte kjo, i tregojnë vetë, e tregojnë duke varur gjethet, e tregojnë duke mbledhur lulet. Domethënë një njerëz që i do lulet i kupton, ato flasin vetë. Lulet flasin vetë, kush është i mençur i kupton. Nuk e kupton fikse drejt. Kush është i mençur i kupton. Çfarë zgjedhin për shembull sot për të bërë dhurata? Bëjnë dhurata në sensin që kanë dhe kuptime lulet dhe përpiqen të marrin atë lule për t'i shprehur diçka për shembull partnerit apo partneres. Si funksionon pak kjo pjesa për shembull për të shprehur dashurinë? Çfarë lule duhet të çojë? Trëndafili duhet jemi apo? Po nuk e di se mbas mund të jetë në lule tjetër. Trëndafili nuk dalim asnjëherë ne. Me trëndafilin e ku që kemi kështu. Mund të jetë një orkide egër, ose një djalë në një për shenjë dashurie, për shembull speca? Po që ti gatuaj në një gjë. Po jo, speci mund të jetë shenjë dashurie, se speci ka disa efekte të mira. Okej. Shëndetësore dhe kuruese. Është si të keq speci. Bukur, jo unë kisha që dashuria buron nga stomaku dhe i çon për gatuar diçka. Mund të çosh to, po për shembull trëndafili thuat ti ndryshuar edhe të bërit dhurata, nga që buqetat i kanë dhuruar vazhdimisht, edhe janë ngopur me trëndafilat, vazot për shembull orkideja në një zyrë ngelet aty, e jep edhe tjetër ndryshon edhe pamja zyrës. Kurse me buqetën me lule do të shembull të fillosh. Ajo maksimumi një javë ose 10 ditë mund të rezistojë. Ndërsa orkidea mbetet. Emocionet që të japin trëndafilat është tjetër gjë nga shumë të bukur. Ja un kam disa orkide në shtëpi. Lulet ju kanë rënë, por është në fazën e rigjenerimit të rrënjve. Kështu që do doja për gjitha zonjat, zonjushat dhe ata që janë të interesuar, pavarësisht se janë të gjinisë mashkullore, por janë të interesuar për lulet, dua të di Esmeralda, si kujdesesh ti për orkidet kur lulet ju kanë rënë? Tani është momenti fiks që orkidet fillojnë edhe çelin, kështu që në momentin që ju kanë rënë lulet, ato duhen trajtuar po njësoj. Duhen ujitur, do i vjen ato ashklat normalisht, transiten pak ato rënjët e thata. Sa herë në javë duhet të ujitur orkidea? Orkideen varet nga kushtet që janë në ambientin ku ne e mbajmë, po zakonisht njërë në 6-7 ditë i ujis unë.
Aq duan ato. Njerë një javë paka shumë. Njerë një javë, tamam, po ka ambient që u Si ta thënë. kuptojmë kështu si amator që jemi tek lulet, kur është momenti dur për ti krasitur ato Në degët këtë e vishkura, periudhë, në ato lulet e shtator, vishkura? tetor edhe shkurt mars. Që mund të blokohet pak dhe dhe ti që është kjo krasiten pak periudha më e degët. freskët. Unë dëgjoj her pas here që ka lulja e fatit, lulja e lekut, lulja e dashurisë. Për mere këtë lulen se do të ecim mbarën këtë drejtim. Është lulja e lekut Se është. po i futem edhe Jorgos pak tani prap në Lulja e lekut është, po nuk e kemi këtu. Nuk, nga që ne do flisni për këto gjëra dhe nuk... Se është kjo lulja e lekut? Nuk mund të marrësh gjitha Gjithë lulet të dyqanin ti nuk nga mund ta sillnim këtu. Ne ndryshuam kohën e rubrikave sa të kompozoheshin Çdo gjërat e lulja e tjera. lekut. Para Lule nuk që mbin. thonë lule, jo, para jo, se nuk kemi tek filmatizati marrë këtu, Eldorado, duke mbjell një lule, duke nga mbirë lek, edhe s'ka nevojë për kinema dhe për Por filma. që në fakt sjellin fat në disa drejtime të ndryshme apo jo? Po tani pjesa e supersticionit ekziston jo vetëm te lulet, ekziston tek çdo gjë, po tani për shembull specin që kam sjellur është fiks. Lulja është dhe si lule dhe që është konsumuar dhe është fikse muajt dhe është si për sy të keq. Ajo lulja e lekut që thon të sjell lek, është një lulja e lumturisë, është lulja e fatit, ekzistojnë, po Kështu që speca djekës të nderuar teleshikues, nëse keni probleme me syrin e keq, edhe nëse keni ndonjë xhelozi që ju vjen vërdall, o në xhep, ose mbajni vazën në dorë kur ecni në rrugë, ose mbushni dritaret e shtëpisë me speca të cilët që kanë me ngjyra të ndryshme, portokalli, e verdh, e kuqe, pas ka disa tendenca të bardha. Dhe lulja që s'do të di, me çfarë kam kuptuar nga eksperjenca ime, por Esmeralda e di më mirë se unë, është ciklamini. Kjo që unë kam në dorë, që shfaqet në varietete dhe ngjyra të ndryshme. Dimrin, në ftohtë, në shi, temperatura minus nuk do të di. Minus nuk do të di, bila s'do të jetë mirë. Që s'do s'ka nevojë për asnjë shërbim, Ti për xhardino atë duhet marrësh, patjetër. Është në të gjitha ngjyrat, ka e bardha, e kuqja, roza, ciklamini, ka ngjyra që janë afër portokallisë dhe të kuqërrentës, ngjyrën e koralit, është shumë pra, ciklaminin e gjejmë kudo. Dhe mund ta vendosim kudo, përveç shtëpisë brenda. Po edhe në vazë, Ori. Në vazë patjetër, po e kam fjalën brenda në shtëpi. Nga ngroti, ai fillon edhe zhverdhet edhe se është mishtore vetë, është ujë, ndaj edhe nevojë për ujë nuk ka shumë. Dhe na ka bërë Esmeralda gjithashtu këtu, një kompozim tjetër. Shumë të bukur, që e ka bërë vjeshtor. Përmes tavoline, vjeshtor të çojmë tjetër Esmeralda. Ja. Ose dhe Mban Kristi tani, këtë bëjë dikë për darkë. Tavën e Mban Kristi, që unë të marr këtë lulen tjetër. Edhe të qëndrojmë me këtë lulet në dorë, se s'duam ta ngarkojmë Esmeraldën të mbaj pesha, tani kjo tava që ka... Ja, për shembull, ai Benjamini në Amerikë është lulja e pare, se e bereqetit. E qartë, unë e kam patur në shtëpi, por mu prish për arsye që nuk e di, mbase mos e kam vënë në një vend në një kënd me shumë dritë. Benjamini, nuk duhet ketë lulja e Benjaminit. Jo, s'është nevoja të drita, po nuk do shumë ujë ai. Se i bien gjethet edhe zverdhen nga lagështira. Duhet ta kemi ujtur më shumë se këto qershit ishin të Stinës tani. Tani Kristi ne na hapet oreksi se është shohim të që erdhi ora, se çohesh në 4 mëngjesit, normal. Po shumë interesante, janë kompozuar shumë bukur pra. Me kunguj të veshit të një shkon në mes tavolina. Ja, unë vetëm pak ta shikoj kamerën sa e përshtatshme edhe me ngjyrat. E qartë e ke lartësinë Ati lartë të këty janë temperaturat... Duhet kujdes për të mbajtur lule. Kujdes për lule, se shftot ati lartë këty. Po ja, shumë e burë. Kompozimi është vërtet shumë e burë. Këto janë përbesoj për mesin e tavolinës edhe në kuzhinë. Reziston, besoj. Kjo disa javë reziston? Ajo reziston edhe gjithë muaj. Jo, mendoja më shumë nga qershit e egra që ke vendosur këtu. Po nuk prishin atë, thjesht do mblidhen pak, po ngjyrën do e ruajnë. Për gjithë muajin tetor, për shembull, në mes të tavolinës është perfekt. Që nga shumë e burë. Dhe ke vendosur disa boçe të vogla pishe, ashklat e drurit, myshkun, pra të nderuar të shikues zonja dhe zonjusha, gjithashtu që keni dëshirë të kompozoni dhe të organizoni sende dhe duke përdorur lulet dhe gjërat vogla që mund të keni në shtëpi, mund të krijoni kompozime shumë interesante, siç është ky që ka bërë Esmeralda, me këto lulet e kungullit të vjeshtës që janë të lyera në ngjyrë të kuqërrent në portokalli. Por i kanë vetë boçet, pak myshk, ashklat, qershit e egra, dhe kjo është dëllinja e kuqe apo? Është ajo lulja e dëllinjës, është dëllinja e kuqe. Në një moment veçantë vendosim me një qiri këtu në mes, bëjmë pak më romantike. Se i lem diku anash, sa fruta të thata, një ambient romantik. E kuptoj, dhe kur çohesh në mëngjes Kristi. Pastaj ky është një kompozim që mund ta bëjë çdo individ vetë në shtëpi. Nuk është të thënë që duhet vi patjetër edhe ta blej. Teleshikuesit që na ndjekin që mund të organizojnë vetë duke përdorur pak fantazinë. Fantazia është.
Thelbi dhe Chelsea dhe sekreti i gjërave. Kam një ide të bukur, do bëj dhe unë ca surpriza sot. Nuk e vë në diskutim që do kesh edhe ti. Do shkoj ta vë këtë tavën tani tek tavolina dhe do i kuadrohem këtu. Sot do shkoj mes luleve. Do rri këtu mes luleve për të shkuar tek lajmet pastaj sonja. Kështu që duke e falendëruar shumë Esmeraldën, që ishte sakristi që isha. Që na i solli gjithë këto lule kaq të bukura këtu dhe këto kompozime kaq interesante. Një muaj të falenderoj. Faleminderit. Dhe sa më shumë lule. Faleminderit. Sa më shumë lule. Dhe ju të nderuar televizionistë, sa më shumë lule në shtëpitë tuaja, në zyrat tuaja. Dhe fjala për Kristin mes luleve. Po do të shkojmë absolutisht që mes luleve, unë u frymzova edhe më shumë tani nga gjithë këto ngjyrat edhe gjithë këto. Ti do bësh shpinti, çfarë do bësh shtëpia jote sot, po zot. Sot do bosh aty se do i dyqan lulesh në Tiranë. Ne do të shkojmë absolutisht. Cila duhet për shpinën tënde të re, që tani. Me lule shkojmë drejt shkëputjes tonë për t'i kaluar linjën e regjisë kryesore dhe për të shkuar tek edicioni informativ Zonja dhe Zotrin, pas pak me aktualitetin dhe shumë tema të tjera dhe të ftuar në Mirëmëngjes Shqipëri që ndronin në radio televizion. Do të flasim për studentët pas pak, kështu që qëndroni me ne, të nderuar televizionistë, qëndroni me radio televizionin shqiptar.